se vini në Open Podium. Sonte kemi të ftuar Ilir Dizdarin. Përshëndetje Ilir. Përshëndetje, mirë si u gjeta. Përshëndetje Ilir, faleminderit. Shkurtimisht do t'ju lutesha të bënit një prezantim të shkurtër për veten tuaj. Unë jam në dieni që ju jeni një qytetar i angazhuar, si në sferën publike, ashtu dhe me aktivitetet sociale, dhe pa u zgjatur shumë, një përmbledhje të shkurtër për veten. Atëherë, po flas shkurt, po flas gjatë që të them shkurt apo po të flas shkurt që të flas gjatë, domethënë. Në rinin time të hershme. Po flas gjatë sepse nuk dal dot shkurt. Dal dot shkurt. Okej. Në rinin time të hershme kam qenë pjesëbërës në lëvizjen studentore të vjetorit, dy kulminacionet e saj 8 vjetorit, domethënë ardhjes së pluralizmit politik në Shqipëri, edhe momenti i dytë është shembja e idhujve, është pjesa e largimit të figurës diktatori. Kam qenë antar i grevës Surisë 1991, shkurt 91. Pastaj pjesa tjetër që dua të them është që unë jam ekspert i energjisë elektrike për ata që më njohin, që kemi punuar bashkë me këta. Kam qenë disa vite drejtues i divizionit gjenerimit në Kesh, dhe pjesa tjetër e një pjesë të njerëzve që më njohin tek detyra që kam pas tek Komiteti Shtetëror i Kulteve, ku kam qenë i angazhuar me drejtimin, si thuash, ose me koordinimin e punëve të shtetit shqiptar me bashkësitë fetare në Shqipëri. Kjo është në vija trasha, pastaj nëse duam të ashtu, do i besoj ëndra dhe ti e ke shumë vështirë kur do të flasësh një gjë për veten, nuk ke qejf ta thuash ose nuk ke qejf të thosh, e kupton? Endra, kemi një pyetje për t'i bërë Lirit, besoj në shumë fusha ndryshme. Po, patjetër. Po ta fillojmë sipas bisedës që kemi bërë paraprakisht. Unë kam dieni që ju jeni udhëtar të jetuarit në Shqipëri, ndryshe nga shumica e bashkomasve tanë, përfshi këtu edhe mua dhe Rezartën, që kam preferuar të largohen nga Shqipëria. Pse mendoni që kjo është zgjedhja më e mirë? Ndoshta nga që kam provuar para jush emigracionin. Unë kam pas një përvojë si emigrant në Itali në vitin 91, kam ikë me refugjatët e themi të Marsit, por emigracioni është kthyer në inxhinieri në Shqipëri, sepse gjithë rinia shqiptare po kërkon të largohet, domethënë dhe kjo është një plagë e madhe shoqërore, e cilën ne do ta vuajmë gjatë. Po pra, po qëllimi i pyetjes ishte që çfarë është ajo që ju shikoni dhe ata të tjerë dhe ne të tjerë nuk e shikojmë, që keni marrë vendim ndryshe nga shumica, po themi. Ka një shprehje shqiptare që thotë guri i rënd në vendin e vet. Dhe në qoftë se do ikin gjithë shqiptarët e mirë si ty, Endri, edhe si Rezarta, kush do përpiqet të ndryshojë për mirë në këtë vend, e kupton? Megjithëse edhe ju keni një kontribut të jashtëzakonshëm, emigracioni ka një kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e Shqipërisë, sepse miliardat e emigrantancave të cilët emigrantët kanë futur në Shqipëri kanë ndryshuar totalisht gjendjen ekonomike, gjendjen financiare. Por fatkeqësisht ndikimi i emigrantëve në jetën kulturore në Shqipëri është i vogël, sepse koha në cilën ata investojnë në Shqipëri është e vogël. Ata vinë për pushime, vinë një herë ose dy herë në vit, dhe seriozisht kjo është një frymarrje për Shqipërinë nga pikpamja kulturale, sepse ata sjellin eksperiencët e tyre, sjellin jetën me standarde të cilën bëjnë në vendet e tyre, dhe padyshim edukojnë atë pjesë të njerëzve që jetojnë në Shqipëri, të cilët pak nga pak morën nga kultura perëndimore, nga kultura e huaj, ato gjërat mira që ne duhet i marrim, dhe padyshim duhet lëmë ato gjëra që na takojnë, sepse duhet marrim autenticitetin tonë dhe duhet marrim identitetin tonë. Unë mendoj që Unë mendoj që për t'i dhënë fund kësaj që nisëm, ose për t'i dhënë një rezume me një fjali, mendoj që Shqipërinë e bëjnë shqiptarët, nuk mund ta bëjnë as pakistanezët, as bangladeshësit dhe as kombësitë e tjera që mund të vinë si emigrantë në Shqipëri. Po feedbacku që unë kam marrë në mënyrë të vazhdueshme është se ata do të parapëlqenin të ishin më mirë të huajnë vend huaj se sa të huajnë vendin e tyre.
sepse mënyra si trajtohen, si për sa i përket të drejtave bazike, standardeve të jetës përditshme, i bën ata të ndjehen të huaj në vendin e tyre. Kush ata? Çfarë kundër argumenti e personat që kanë emigruar në jashtë Shqipërisë. Okay. Pra ne, Ka një shprehje të madhe e cila thotë sepse nuk urdhro. Jo, sepse nuk mbushet as frigoriferi, as xhepi me adetarizma. Duhen standarde, duhen punë, duhen të ardhura, të cilat nuk i gjen vendin e tyre. Pra, nëse dikush ndihet qytetari dorës dytë në vendin e tij, çfarë mund t'i themi? T'i themi që tum flamurin edhe të vi turp që ike tradhove dheun, sepse flamuri ngeli vetëm? Jo, nuk është. Unë nuk e mendoj kështu, unë them se shqiptarët kanë kuptuar mirë shprehjen e filozofit i cili thotë liria ime është e ngurtësuar në monedhë. Që do të thotë që ata duke qenë se në Shqipëri pas viteve 90, ose në saktë në vitet 90, pothuajse mungonte gjithçka. Shqiptarët u përpoqen atë ta gjenin në një mënyrë më të shpejtë ose ta gjenin në një mënyrë më të sigurt dhe shkuan drejt perëndimit. Pjesa tjetër pastaj që për punën e patriotizmit me frigoriferin Bosch, do të thosha që ka qenë faji i drejtimit politik në Shqipëri gjatë 35 vjetë, por nuk do kisha qejf merresha me pjesën politike, për shkak se... Po thonë që faji është jetim. Jo, faji është jetim, thonë. Jetim e kemi si shprehjen e që e themi, po problemi është që faji asnjëherë nuk është jetim. Thonë edhe fjalë tjetër, po unë po bëhem etik. Po pra po. Këtë rast edhe po them jetim. Faj nuk po kërkojmë fajin në tilla raste, ne po përpiqemi të bëjmë një analizë mbi cilën të ndërtojmë ato trajektore me të cilat mund të kuptojmë sepse ndodhin fenomenet, sepse kur bëhet fjala për të ndërtuar një opinion, kur bëhet fjala për të ndërtuar një opinion publik apo kur bëhet fjala për të gjetë rrugët, patjetër që ti do prekësh dhe do fusësh duart dhe në plag. Do të thotë do prekësh dhe në plag për të kuptuar se si janë gjërat. Domethënë ai mjeku kur jep ato medikamentet që nganjëherë janë edhe me të dhimbshme, ato janë të dhimbshme po sjellin shërim. Pra ne kemi pas, nuk mund të them qeveritë që s'kemi merituar, por me thënë drejtën kemi pas një padije të madhe si komp në pjesën e kulturës qytetare europiane, sepse kemi qenë, kjo vjen për shkak të izolimit. Po a mund të themi se kemi qenë të mirë kulturuar për sa i përket kulturës orientale? Apo edhe në atë aspekt, së mirë oksidentalen, kemi mangësira të dukshme, po për sa i përket orientales? Ne kemi pas një social komunizëm në Shqipëri, ose nacional komunizëm në Shqipëri, i cili ngriti lart të kultin shqiptar, kultin e kulturës shqiptare etj. Po njeriu në ri gjitha bashkë. Por kjo gjëja nuk u bashkërendua me zhvillimin dhe me ecjen paralele të botës moderne. Ne domethënë në këtë aspekt u izoluam. Dhe ky izolim patjetër që pjell këto pasojë. Mendoni se janë plagë më të thella se aq, sepse në fundit komunizmi zgjati vetëm 40 vjet, ndërkohë që këto plagë mund të jenë tepër të thella dhe mungesa e të pasurit kulturë perëndimore oksidentale i tekalon dimensionet e një shekulli. Atëherë në historinë e Shqipërisë, ose më saktë në historinë e Gadishullit, po e quaj lirik, jo ballkanik. Po e quaj lirik, në historinë e Gadishullit ballkanik ne gjithmonë kemi qenë pjesa e urës lidhëse midis lindjes dhe perëndimit. Po. Dhe patjetër që kemi qenë diku nga të dy kulturat, dhe nga kultura lindore dhe nga kultura perëndimore. Si thosh, kemi qenë ai ligamenti lidhës me cilën ka qenë nyja në cilën ka kaluar të dy qytetarët. Po pra, biles madje disa persona thonë kemi qenë bishti i kavallit edhe i perëndimit edhe i lindjes, sepse është në kufi gjithmonë është porta hyrëse dhe dalëse dhe asnjëherë nuk investohet. Si në infrastrukturë, si në kulturë. Nihilizmi, për të fshehur të vërtetën, i ka bërë mirë vetëm armiqve tanë shekullor, që fatkesisht i kemi pas fqinj.
të cilët kanë dashur të fitojnë hapësira, terrene dhe kanë dashur të, siç kanë vjedh germat, kulturën dhe gjithçka tjetër. Po që s'dua ty këtu dhe ta zgjas këtë çështje, por që unë mendoj që ne kemi qenë pjesë përbërëse e perandorisë osmane, pjesë përbërëse e perandorisë bizantine, pjesë përbërëse e perandorisë romake. Ne nuk mund të themi që s'kemi qenë kom pa kulturë, dhe po përdor shprehjen e atë gjeqfishtës, i cili thot, kur erdhën slavët, thot, nga Uralet, qytetërimi ilirik, thot, kishte kaluar ciklin e tij 2000 vjeçar, thot, kulturës lartë. Kështu që unë nuk jam dakord me pjesën që ne kemi qenë bisht i kavallit. Jo, ne nuk kemi qenë bisht i kavallit. Izolacioni ka prodhuar, shiko, ka i term të gabuar që përdoret kryesisht. Unë nuk jam dakord të jemi as anti-kristian, as anti-musliman, sepse duhet ne jemi një popull i cili ka disa kultura fetare brenda. Dhe koncepti që përdorën komunistët shqiptarë në vitet 44 ishte që ne kemi një popull analfabet. Kjo nuk e qenë e vërtet. Ne kemi pas një popull i cili dinte të shkruante dhe të lexonte me germat jo latine. Dhe me germat latine, e kupton, kishte një përpjekje. A kemi statistika konkrete se çfarë përqindje afërsisht? Patjetër, nuk ka pas popull analfabet, ka pas një popull i cili fliste 3-4 gjuhë, fliste italisht, fliste greqisht, siç flasin sot. A mos po flasim për një dorë fëmijët e bajraktarëve dhe fëmijët e një pjesë e caktuar grupi social që kontrollonte burimet ekonomike? Jo, nuk ka qenë ashtu. Nuk ka, shiko, elita e Shqipërisë pas vitet 1912 e gjitha ka qenë krijuar mbas të një kompromisi të caktuar, dhe ka qenë një kompromis i cili u sanksionua në vitin 1924 dhe u vendos që përbërja politike e Shqipërisë do ishte pjesëmarrja 3 klerikëve fetar, ose 3 komuniteteve kryesore fetare, bashkive fetare në përbërjen e shtetit. Nëse marrim qeverinë e parë që është ndërtuar para bërjes mbretërisë në 1924-s, ne kishim një kryetar parlamenti që ishte katolik, kishim një kryeministër ortodoks dhe kishim presidentin që më vonë u bë mbret, që ishte musliman. Do të thotë shqiptarët e kuptuan mirë dhe shumë para të tjerëve se çfarë duhet bënin. Ne kemi një model bashkëtese fetare brillante. Kjo është përkëlqyer. Nuk e gjen dot asnjë kundi tjetër, po Shqipëria pas viteve, domethënë Shqipëria ka pas sulme të jashtëzakonshme dhe ka ndeshti ja heqin vlerat. Më vjen keq për ata njerëz që bëhen pre ose si thosh, bëhen shok me ata që ngren teza. Nuk këto janë teza anti-shqiptare, unë kërkoj ndjes, por në këtë bisedë do bëj avokatin e djallit, sepse disa gjëra dikush do ta bëj. Dikush duhet ta bëj. Kështu që brenda ndërmjet nesh më ka rënë mua. Atëherë, pyetja fundit që t'i kthehemi bisedës fillestare. Pyetja në këtë kuadër, a kemi tolerancë fetare apo indiferencë fetare? Ne kemi të dyja, pse mund mos i kemi të dyja? Po nuk qëndron, sepse njëra edhe poshtë tjetrën. Nëse kemi indiferencë fetare, të sqarojmë pak konceptet që jemi ferm me njëri tjetrin. Patjetër. Koncepti i tolerancës fetare nuk ekziston. Ekziston termi i bashkëjetesës fetare. Në rregull. Tolerancë fetare do të thotë që njëra fe të lëshojë parimet e veta në funksion të jetesës me fen tjetër. Po cili vend nuk ka bashkëjetesë fetare për shembull? Në Evropën perëndimore, në Evropën përgjithësi. Që është diçka normale, çfarë është e veçantë të kesh bashkëjetesë fetare? Pyetja është para 100 vjet dhe kush e ka pas këtë model? Se puna është nga humor modeli. Në rregull, para 100 vjetëve ishte realitet politik tjetër. Flasim a është vlerë sot diçka, është diçka e veçantë sot? Para 80 vjetëve, në 1944, në Europën e 1944-s, 39-s, ekzistonte ky model i bashkëjetesës fetare? Dhe më thuaj se ku, në cilin vend? Jo, Evropa kryesisht ka qenë kristiane. Pikërisht, edhe ruan kristianitetin e vet, është dhe fanatik. Nëse flasim për bashkëjetesë, i tolerant, por nuk merr pjesë në festimet e feve të ndryshme.
për pos fejë së vet. Kjo është ajo që Iliri po mundohet të thotë, domethënë në Shqipëri kemi një veçanti sepse ne marrim pjesë në festimet e fejve të ndryshme, i përshëndesim, unë nuk e shoh shumë në Europë këtë gjë. Atëherë, në 1924 ne kemi, nuk dua ta përmend, kemi një moment që ka qenë momenti i Holokaustit. Dhe nuk ka asnjë popull evropian përveç shqiptarëve që nuk kishin një afërsi, po themi, ideologjike fetare me hebrejt, që t'i krijonin atyre mbrojtje, kushte etj. etj. Dhe ne ky model më jep, nëse kërkojmë një argument, më jep mua drejtën të them sot që shqiptarët kishin zgjedhur një model për të ndërtuar shtetin e tyre. Dhe po i kthehem prap fishtës, për shkak se unë jam me përgatësi muslimane, po i kthehem një katoliku, i cili thot, nëse Evropa thot, kërkon thot, të vrasë vëllezërit tanë musliman, thot, ne do të shkrijmë kryqet edhe këmbanat, do t'i bëjmë plumba thot për t'i mbrojtur ata. Kjo është Shqipëria për cilën ne, por në momentin kur ti i merr pronën, pse kemi pas një denatyrim që nuk ka pas shembull në historinë e njerëzimit, sepse u mor ajo që ishte e shenjtë. Prona, gjaku, pasuria dhe nderi i një njeriu janë gjërat më të shenjta. Shqiptarëve u mor prona dhe u lanë gjithë pa pronë. Atëherë, pra mund të themi që për çfarë dhe u flasim nëse nuk kemi pronë, domethënë. Pra, pa pronë s'ka dhe. Nëse ty nesër patjetër. Dhe po thoni që ju mora dheu. Shqiptarëve ju mora dheu, dhe nuk është kthyer akoma. Kjo justifikon eksodin e vazhdueshëm akoma. Po pra, po këtu po dalim pra. Me 7501 shqiptarëve nuk është kthyer akoma dheu, e kupton se shqiptarët po enden, siç i futin në përshkretëtir. Kam qenë them që po. Zgjedhja jote. Në rregull. Pra, atëherë si e shpjegon këtë kaos të zgjatur social, kulturor, politik, duke marrë parasysh që diturinë e fituar ndër sheku që vjen nga thellësia e epokave të mijëvjeçarit kombi jon e ka, ashtu siç ju e parashtruat. Çfarë i mungon? I kemi edhe historinë, kemi edhe kulturën, do na duhet kohë ta rifitojmë veten. Ne jemi të sëmurë akoma në shtrat. Sot që flasim, ne jemi në një situatë ku jemi në atë që quhet postkomunizëm. Postkomunizëm 40 vjet? Sa do zgjasi ky postkomunizmi? Fatkeqësisht jemi në një tranzicion të zgjatur rrezi. A është një të zgjate artificiale e mbajtur me shiringa? Është pasojë sepse i intereson një grup i caktuar brenda dhe jashtë vendit? Është pasojë e Katovicës. Dhe nuk është një proces normal, natyral evoluimi. Në 1990 është bërë Katovica dhe komunistët shqiptarë u ndanë në dy grupe, në reformatorë të kuq dhe në komisarë të kuq. Ata vazhdojnë ta komandojnë vendin. Ne sot ne kemi liri, por nuk kemi institucione demokratike me fillta, kemi demokraci hibride, kemi personazhe të ish botës së kuqe ose botës komuniste që vazhdojnë drejtojnë Shqipërinë për 35 vjet, nuk ka asnjë personazh të ri deri tani. Dhe duket që ne do plotësojmë atë ciklin 40 vjeçar të hebrejve, ku pa vdekë gjithë brezi, ndoshta do vdesë dhe unë dhe pastaj. Por historia e një kombi nuk mund të flitet as me 10 vjeçare, as me 15 vjeçare, historia e një kombi është historia e një kombi as gjatë, e kupton. Shqiptarët janë po mirë, shikoj se është pak kontradiktor. Shqiptarët duan vendin e tyre, duan Shqipërinë. Po dhe ne duam nuk e vend dyshim. Po, ne duam themi, shqiptarët duan Shqipërinë. Shiko, problemi është që çfarë ti kërkosh Zotit atë do t'japi, kupton? Nëse shqiptarët duan Shqipërinë dhe kanë dashurinë e madhe, do t'u japi Zoti Shqipërinë. Kështu që edhe ata duhet luftojnë që ta marrin dhe ta bëjnë, kupton? Por kjo është arsyeja që unë përpiqem të ftoj këtu brenda, kupton? Nuk kam shku jashtë. Atëherë si shpjegohet që edhe shqiptarët e Maqedonisë dhe ata të Dardanisë
jam pak a shumë në të njëjtën gjendje si shqiptarët e Shqipërisë, megjithse ata nuk kanë patur të njëjtin proces tranzicioni apo politik si identik flas. Mund ta kenë pas ngjashëm, po jo identik. Si Shqipëria politike. Se trauma e ndarjes dhe të sobëzimit të Shqipërisë është traumë e vogël. Po pra, po nëse i referosh Katovica kishte nën jurisdiksion Shqipërinë apo jo? Po, vlen për Shqipërinë. Në rregull, pra, po nuk vlen për Kosovën dhe Maqedoninë. Po Kosovë, Maqedoninë fusin duar të tjera, ti e di se kush i fut duar. Në rregull, pra, po edhe ata prap vazhdojnë të kenë të njëjtat plagë ose të njëjtat simptoma si ne. Nuk besoj si kemi të njëjtat plagë bashkë. Nuk besoj si kemi të njëjtat plagë. Shikoj, nëse ti shkon në Kosovë, megjithëse se shikon jemi kthyer në fshatra të mëdha tani, sepse do duhem edhe ca kohë të riformatizojmë kulturën tonë ose më saktë të ndërtojmë qytetin demokratik. Tirana ka pësuar ta urbanizojmë shoqërinë dhe ta kthejmë nga një fjetore në një qytet. Po, qytet normal. Ta kthejmë në një qytet normal. Pra, mos ta kthejmë në konvikt, e kupton. Po pra, fjetore. Konvikt masiv, e kupton. Konvikt masiv. Tani problemi është që po të shikosh për shembull mënyra se si shqiptarët e Maqedonisë dhe Kosovës i ndërtojnë bizneset e tyre, kupton që ndryshojnë nga mënyra se si ndërtojnë, i kanë ndërtuar deri sot shqiptarët. Shqiptarët e Shqipërisë kanë evoluar goxha në mënyrën se si po i bëjnë sot bizneset. Dhe kupton ndryshimet. Ndryshimet do vinë për shkak të bashkimit edhe për shkak të implementimit të kulturave, domethënë të mënyrës dhe të dhënies së të marrjes së kulturës që kemi në kulturës përbashkët. Problemet e Kosovës, për shembull, nuk kanë krahasuar me problemet e Shqipërisë. Shqipëria luan rol stabiliteti për Kosovën edhe siguri edhe për Kosovën dhe për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Kjo nuk ka as pikën e dyshimit, Në këtë aspekt, pavarësisht se përpiqen të akuzojnë, Shqipëria ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në çështjen shqiptare. Edhe kështu siç është, Edhe kështu siç është. Pra, nëse meqense ju jeni, pra, siç e tham, keni qenë aktiv në lëvizjet, në ndryshimet politike, sa larg jemi asaj që ju ndronit në vitet 90, për të cilët morët votën rrezik jetën, ne kishim me realitetin. Ne kishim dy slogane, liri, demokraci, dhe duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Sot mund duken demode, sepse gjithsekush çdo rini ka sfidat e veta. Ne kishim sfidën tonë. Ne ishim një popull i mbyllur, një popull i izoluar. Donim të kishim liri, lirinë e fituam. Shqiptarët sot janë të lirë, lëvizin. Lëvizja e lirë. Demokracia pastaj është një gjë që do ndërtuar, e kupton, institucionet duhen ndërtuar, e kupton. Ne nuk thamë na e bëni Shqipërinë si Evropa, ne thamë duam, domethënë duhet me e bë, duhet me bëj ndro, e kupton. Duhet të marrë demokratët e Greqisë vjetër, ti ringjallem ato. Nuk bëhet pa punë, e kupton, nuk bëhet me neta dy kecepi, e kupton, nuk bëhet as me si thaj, e ke parasysh atë se vjen keq për një personalitet si Qazim Mulleti, domethënë që është ironizu. Po, ka qenë goxha njëri i ditur, dhe i formuar. Ka ditë rreth 13 gjuhë huaja, ka qenë me disa universitete, po nëse po përdor atë propagandën komuniste të asaj kohe kur tha me çfarë do ta luftosh fashizmin, ti tha me i brek në çajt. Problemi është që të ndërtosh do të thotë punosh, do të thotë ndërtosh institucionet, të ndërtosh shkolla, të ndërtosh vlerë. Atëherë këto ne nuk i ndërtojmë këto, edhe besoj edhe një ende unë mendoj që ne po i ndërtojmë, sepse shqiptarët kanë shpreh personalitetin e vet dhe ndjehen komod qoftë në perëndim, qoftë në lindje. Ne njohim personalitete sot perëndimit në fushën e inteligjencës artificiale apo në fushat e tjera, fusha kulturore, personazhet e ndoshta në inxhinierin, gjithkund.
Po puna është sepse ata kanë arritur të dalin në pas sepse institucionet funksiononin. Atje ku ata vajtën. Patjetër, por mos harroni gjë që Meritokracia edhe. patjetër. Edhe meritokracia. Patjetër, po mos harroni një gjë që s'duan të tjerët, këta po sjellin ndryshim në Shqipëri, sepse njeriu sepse ata po largohen. Ecën në model. Ecën në modeling, çdo gjë ecën në modeling. Shiko, edhe modelin e garanton institucionet, edhe zbatueshmërinë e ligjit, pra ajo që quhet law enforcement, pra garantohet nga institucionet, jo nga vullneti i një Qazimulleti i cili mund të vi her pas here në skenën politike. Por nga institucionet janë ato të cilët e garantojnë. Dhe në momentin kur institucionet rezultojnë të çedojnë dukshëm, dhe të jenë tepër dobta, si do marrë zgjidhje dhe formë kjo punë. Brenda flas për një periudhë 10-15 vjeçare kur ne kemi mundësi ta shohim edhe ta shfrytëzojmë. Që problemi është mas 50 vjetësh ndoshta do ndodhi po. Nuk kemi më. Gjithë problemi është tek një fjalë vetëm që quhet besim. Besim. Po, të besosh do të thotë që do besosh që do ndodhi diçka dhe të punosh për atë pa e parë atë, sepse kjo quhet besim. Për ndryshe quhet konstatim qofse e shef me sy. Të gjithë ne mendojmë. Po, a nuk jemi ne popull pragmatik? Të gjithë ne mendojmë që besojmë në konstatim. Eksakt, të po bën dhe ti tani, po tregon që je një shqiptar i vërtet. Po. Ne duam ta prekim direkt gjën, e kupton? Gjëja nuk mund të preket direkt dhe nuk mund të arrihet direkt nuk mund të arrihet direkt, sepse do kohën e vet. Nëse Mamen ka qenë skeç i Fadil Hasës, nuk e di Mamen apo se Mamen, se ti si aqërisat mos e mash mend, që thoshte që do bëhet Qameti në vitin 2000 edhe kishin ardhur sa emigrant nga perëndimi në Shqipëri. I tha, po pse keni ardhur në Shqipëri? Tha, ne jemi 100 vjet mrapa. Jo, tha, ne kemi ardhur se këtu nuk do bëhet Qameti, se ju nuk jeni 100 vjet mrapa, po jeni edhe 50 vjet anash. Problemi është që ne kemi qenë totalisht të sfazuar në të gjitha rrafshet dhe presim që fillojmë të bëjmë sistemet tona krahasimore me perëndimin apo me qytetrimet e tjera që janë zhvilluar me kohë. Cikli për qytetrimin dhe për zhvillimin e një vendi zgjat, i dashur. Zgjat dhe duhet punë, por unë them që ne do të arrijmë më shpejt se tjerët për arsyeën e thjeshtë që ndikimi atyre që po punojnë këtu dhe ndikimi i gjithë emigrantëve të cilët po japin kontributin e vet me të gjitha format. Përveç se me para, çfarë formash tjera po japin? Në të gjitha format e mund. Në gjitha shprehjet kulturore një popull e mban kultura e lartë, nuk e mbajnë vetëm parat dhe investimet, po themi, financiare. Absolutisht, pra, po ku janë flukset ndërtimi kulturës intelektuale. Flukset intelektuale po kontribojnë në vendet e perëndimit dhe dashje po kontribojnë në Shqipëri. Do ketë, këtu do pastrohet mirë çështja, në kuptimin që me kushtet që janë krijuar në Shqipëri, do ikin dhe ata njerëz të cilët nuk do ta shohin më veten dot këtu. Sepse unë besoj që do vazhdojë edhe pak kohë hemorragjia. Rrjedhja. Po, hemorragjia dhe rrjedhja. Pra nga 1 milion do shkoj 800.000, siç e mori Zogu. Shpresojmë që nuk shkon atje. Shpresojmë që jo, po. Për sa i përket strukturës shtetit, për shembull, ne po flasim, ne po krahasojmë gjithmonë me Europën, me vendet e zhvilluara. Unë them një strukturë shteti autentike, normalisht me shëmbulltyr të rregullit që mund të ketë Europa, por autentike do ishte më e parapëlqyeshme për Shqipërinë. Mos Shqipëria po tenton të shkojë drejt Europës në çdo përzgjedhje të mirë dhe të keqe, pa ruajtur identitetin e vet? Ky është risku më i madh. Ky është risku që vjen nga globalizmi kryesisht. Eksakt. Nuk e sjell besoj antarësimi apo afrimi me Evropën si bashkim politik. Eksakt. Por unë shikoj që emigrantët, kryesisht ato të Amerikës edhe të vendeve tjera, edhe perëndimore, kërkojnë të ruajnë atë, sepse kërkojnë atë çfarë ne kemi të veçantë. Identitetin kulturor, social, kulturor, kulturor,
etnografik, etimologjik etj. Dhe në mënyrë të pashmangshme kërkimi dhe dëshira për t'i mbajtë këtë lloj gjëje është institucion vetë. Shqiptarët po e kërkojnë. Unë them që nuk do jetë e largët dita kur shiko, kemi pas një personazh shumë interesant, ne ka qenë i vdiq i biri tani, ka qenë Gjek Zhej. Gjek Zhej ka qenë një personazh i cili nuk ka qenë shumë i preferuar i sistemit të Enver Hodës ose sistemit diktatorial që ne kemi pasur. Sepse ai ishte një gjuhëtar i cili besonte që Petro Zhej apo Gjergj Zhej? Petro, Gjergj Shibiri. Fola për Gjergjin, e ka ngatrova, kërkoj falje. Dhe Petroja mendonte që shqipja është rrënja e gjithë gjuhëve indo-europiane. Dhe kishte ato mendimet e veta. Ishte i vetëm, le të mendojmë para 50-60 vjetësh, ishte i vetëm, por sot s'është më i vetëm, sepse ka shqiptarë tjerë që mendojnë që Petro është gjuhëtari i cili deshifroi sanskritishtën nëpërmjet gegnishtës. Në sa diu. Në Itali, për shembull, në Toskanë, ka qenë zbuluar një repert i shumë i vjetër, nuk i gjenin kuptimin dhe një gjuhë shqipfolës ja përktheu, domethënë që kujdes se këtu ka kafshë të egra. Dhe kjo është fakt. Atëherë ne pohim. Nuk e di, shiko, pa dashur të jem negativ, por me dëshirën e mirë për t'i dhënë esencë bisedës, do vazhdoj të bëj avokatin e djallit dhe do them se po na dele gjithë Evropa, se po dele gjithë Evropa me origjinë nga Gadishulli Ilirik. Atëherë, nëse mundeni që njerëz skeptik si puna ime të besojnë, mund na ofroni disa fjalë të huaja, qoftë nga gjermanishtja, qoftë nga gjuhët anglosaksone, qoftë nga gjuhët latine, qoftë nga greqishtja e vjetër ose e re, të cilat deshifrohen nga shqipja apo nga gegnishtja. Pra, le t'i bëjmë disa fjalëve një etimologji të shkurtër për ilustrim. Pa dashur ta kem bisedën. Jo. Për shkakun se kam qenë Zoti më dha mundësinë që të drejtoj për sa kohë ose të koordinoj me shtetin përsitë fetare, unë mendoj që historia më e saktë e njerëzimit është ajo histori që buron nga librat fetar. Mendimi im do është që qofshe i gabuar. Atëherë ne kemi Noan, pas Noas në prezin e 12, të paktën ka qenë Pelagu. Pelagu që djali plankprishës, i cili vinte nga Jefeti, sepse i kishte 4 djemë, Noa. Dhe qa bëri Pelagu? Pelagu quajt djali plankprishës, që mund të jemi në shqiptarët, dhe u martua me një grua nga semitët. Mori grua nga semitët, nga populli i Samit, se Sami ishte një djali tjetër i Noat. Pra 12 breza pas tij kemi nga kjo lidhje, nga kjo dalje pretendojmë që jemi ne. Tani këta të parët tanë kanë folur një gjuhë. Dhe me zhvillimin me disa dialekte. Jo, ata kanë folur një gjuhë, pastaj me zhvillimin që ka marrë vendi, largimin nga vende tjera, krijimi i fjalëve të reja. Pra është një pjesë e origjinës së fjalëve që janë të njëjta. Për shembull, marrim një fjalë, ne themi ma ose am, çështja am, ose e ëma e filanit, e oma e filanit, e kupton? Atëherë shkojmë në gjuhët e vjetra, që njihen, gjuhët ebraike. Gjuha ebraike, për shembull, që është e vjetër, që pretendohet që është 5000-6000 vjeçare, ata nënës i thon om. Shkojmë tek arabishti, arabët i thon Gjithë Europa i thot ma, am. Domethënë, kemi disa fjalë që janë e njëjta preardhje, kupton? Do donim fjalë më të komplikuara se këto që të gjejmë të konkludojmë nëse ne kemi huazuar nga ata apo ata nga ne. Sigurisht që italiana. Se nëse ti referohesh fjalës rrënjë ma, om, moma, mo, atëherë nuk dihet nëse e morëm apo e dham si fjalë. Unë kishim edhe selçumre. Se ndryshe ta kesh të talçosh, e kupton? E kishim edhe selçum, e kupton? Unë nuk mendoj se qytetërimi europian është më i vjetër se sa qytetërimi i Gadishullit të Ilirik. Mirë, edhe unë kështu do të dëshiroja, si ju, puna është se si mund të argumentoj, si mund të binden skeptikët.
Skeptikët do bindën sepse sot shkencëtarët përfundimisht zyrtarisht kanë vërtetuar që vendbanimi më i vjetër në Europë është lini. I verifikuar. Po kjo s'do të thotë që I verifikuar. Greqia e ashtu quajtura Greqi me verifikim ka qenë zyrtarisht më e vjetra. Më kupton? në rregull pra, po kur flasim për gjuhën, Kur e pyeta prit Dhe flakun dhe i për thash guazimet- i dashur thash, a vojtën do i çik kur përktheve Iliadën dhe Omer jo dhe pra, e kishte shumë të thjesht, sepse është gek. u lodha tha nga shqipja në shqip, më tha mu. Vetëm se ishte e shkruajtur me gërma cirilike. Në rregull, tani, unë jam shumë dakord me ju. Cilat janë ato fjalë, për shembull, të cilët ne mund t'i bëjmë etimologjinë, mund t'i zbërthejmë në fjalë za më të vogla, të cilët marrin kuptim në shqip. Për ilustrim të bisedës. Ilirët kishin dy koncepte mbi familjen. Koncepti i parë ka qenë koncepti i intimitetit dhe koncepti i dytë ka qenë koncepti i gjallërisë. Gjallërisë që jepnin fëmijët, që jep të gjallëria në familje. Jetesës, po. Ne dhe grekët kemi majt konceptin e parë. Domethënë ballkanasit përgjithësi kanë marrë konceptin e parë ose të ashtrëqyturit grek që janë sot. Dhe ata i thon shtëpisë, i thon spiti. Shpella, shtëpi, shtëpi, spiti është e njëjta fjalë. Po anglezët që i thon house. Kurse latinët, po merrem me latinët. Nuk jam marrë me studimin e gjuhës me anglezët, kam disa kështu teoritë mia për disa gjëra të tjera, po se nuk besoj jeni i mirëpritur të ndani me ne. Unë nuk besoj që skocezët për shembull i kanë shpik vetë fustanellët, e kupton? Po mund t'i kenë marrë dhe nga grekët. Nga cilët grek? Thot Konica, thot mirë që na morën thot historinë thot. Na morën shumë gjëra nga gjuha thot, nga historia e vjetër thot, po ne i kanë marrë ato fustanella thot. Ne i kanë shkurtu thot dhe ne i kanë bërë si ato gratë për dala thot. Kupton? Po mirë, grekët morën fustanellat, serbët morën çiftelin, lahutën, fal. Pikërisht. Grekët janë një histori e shpikur, e kupton? Një histori e shpikur se nëse kjo është temë shumë e gjatë për ti. Po merrem me fjalën. Ne grekët i dum shumë. Po patjetër i dum. Mos keq kuptohemi. Ja janë shqiptar. I kemi shumë xhan. Jemi për të njëjtës rrëm, jemi për të njëjtës gjë, e kupton? Jemi për të njëjtës gjë, e kupton? Ne atyre u avun emrin grek, se si ishin grek, e kupton? U sajun. Sepse po të shkojmë ke lufta e Trojës, e gjejmë mirë se çfarë bëri Akili me 25 fshatrët e fundit që ngelën tash të kujturave grek. Po të ishim Shiko, ata i konsiderojnë veten, e quajnë veten Helen. Siç e quajmë ne veten shqiptar dhe jo Albanian ose Alban. E quajnë veten Helen dhe vjen nga fjala yll. Ell. Po nesër. Ta sqarojmë të fjalën e shtëpisë mos e lëm përgjithësim. Po, patjetër. Casa. Jemi te casa. Te casa. Po italianët, po francezët si e thon? Unë jam intervistues. Francezët i thon maison. Po. Italianët i thon casa, domethënë casa, kurse francezët i thon maison. Një fjalë për të dy kazë, domethënë, kazëra. Kështu që është e njëjta fjalë. Po ku është? Është nga Gegnishtja. Gegnishtja ka prodhu Toskrishten dhe ka prodhu për mendimin tim gjithë bazën e gjuhëve. Po të shkojmë në Itali, për shembull, të futemi në këto. Unë nuk jam dakord që Gegnishtja ka prodhu Toskrishten. Mund të ketë prodhu mund të ketë pas influenca, mund të ketë dhënë hua shumë fjalë në gjuhë të përreth, bashkuar këtu edhe latinishtes, e cila pasaj më pas u përhap kudo nëpër Evropë. Po që t'ja marrim meritat Toskrishtes, t'ja japim Gegnishtës, krijohet konflikti i madh. Toskrishja është krijuar vonë, pra pavarësisht se labët e rrafin shumë gjoksin, po krijuar vonë, s'kemi çfarë i bëj, kupton? Është krijuar më vonë Toskrishja si dialekt. Jo, kam përshtypjen që Toskrisht unë nuk jam kompetent, po ka evoluar ndryshe, duke qenë se terreni, gjeografia e ka lejuar më tepër komunikimin nëpërmjet detit. Cila gjeografi? Po vdet ka pas edhe në Shkodër, ka pas në Veri, nuk ka pas në Dakor, nuk po e dyshojmë, po flasim për Gegnishten, për mbi Gegnishtja ka qenë në shtrirë deri në Termopile. Dialekt. Kështu që
Me sapo Unë nuk për jam shembull, kompetent i gjuhës, se mos keq kuptohemi. toskët duhet mburren me gaonët, për shembull, me panin e kanonisë që nuk flet njëri që e mbajnë të fshehur historinë e panit, sepse pani ka qenë i madh apo jo. Ka jetuar në kohën e epokës hekurit, pas përmbylljes së epokës broncit, edhe ka bërë gjithë ato pushtime. Se ne që Tani, vetëm pa që dashës, po kemi bërë në ca luftra, ke parasysh. tani unë nuk jam kompetent i historisë dhe historiografisë shqiptare për të vazhduar të bëj avokatin e djallit në lëmin e historisë. Por të kthehemi aktualitetit. Po. Si e shikoni Shqipërinë mbas në 10-15 vitet e ardhshme? Po ta them kështu shqip se çfarë mendojnë shqiptarët? Jo, çfarë mendoni ju se shqiptarët mendojnë? Shqiptarët mendojnë negativisht. Shqiptarët mendojnë negativisht sepse kjo tregon faktin që janë larguar nga vendi i tyre. Ja ta shohim mirë çfarë mendojnë nga një i mbrëmshëm, një insider. Shqiptarët tani po mendojnë që atë që unë jam kundra, që portofoli nuk mbushet kurrë plot. Portofoli gjithmonë ka probleme, kupton, nuk mund të jetë plot. Shqiptarët mendojnë që duhet ta trashin mirë portofolin para se të bëjnë një gjë. Rendja e madhe që kemi në pas botës materiale, sigurisht që do ketë një fund, sepse kjo është një trend. A është rendje drejt materializmit apo është një nevojë për të patur një siguri të brendshme dhe financiare, duke qenë se është vetmja mënyrë ose vetmja formë ku ti mund të mbjetosh në situata të vështira, duke qenë se institucionet janë dobta? Për mendimin tim, duhet të jemi realist, s'mund të themi, s'mund të damkosim si edhe për pozicionim, sepse nëse ke të ardhura ekonomike, sidomos në Shqipëri, funksionon ajo pjesë. Gjithë nuk funksionon gjithkohë, pozicionimi me qenies ekonomike ekziston. Jo, ajo ta them përsëris prapë se ndoshta s'më kuptuat. Pra nuk mund të themi që shqiptarët janë materialistë dhe duhen ta mbushin portofolin plot gjithmonë, por është një mënyrë, është një politë sigurie, një insurance policy, duke qenë se është vetëm mënyrë për të përballë një ditë vështirë kur institucionet nuk i ke aty, kur spitali nuk të shërben kur ti ke ditë vështirë, kur shkollimi nuk të përgjigjet kur ti ke nevojë, kur shërbimet publike nuk janë aty ku duhet, ndërkohë që diku tjetër ku institucionet janë më të konsoliduara, nuk është aq e fuqishme ndjenja e materializmit dhe të mbushurit portofolit plot, sepse ti e di që në ditë vështira ke ku përplasesh. Pra ndoshta nuk e kanë fajin shqiptarët për këtë. Ta them me një fjali? Është drejta juaj. Na lam 50 vjet pa bo lek më ke parasysh. E kupton? Shqiptarët kishin punuar me shekuj dhe mercenarë dhe kishin qenë gjeneralë të mëdhenj në midis luftrave të mëdha që janë bërë. Dhe të gjithën pjesën e generalikut dhe pjesën e mercenarizmit e kishin bërë për të përfituar të mira materiale, sepse kanë qenë të lidhur historikisht dhe për shkak të pasurive të mëdha natyrore që ka pas veni. Tash këta na mbyllën 50 vjet dhe na lën pa bo lek. Çfarë do të bëjnë njerëzit i dashur? Donin të plotsonin gropën që ishte krijuar. Atëherë hajde shiko sot në Shqipëri se çka ka ndodhur. Një intervistë në një emision televiziv në Angli, nuk e mbaj mend se kush ishte, dhe ishte një emigrant të cilën po e pyesnin këto forcat e kufirit, kush janë si quhen këto forcat e merren me emigracion. Home office, në Angli po thoni. Në Angli, po e pyesin. Po. Që nuk e kuptojmë dot pse i ke bërë gjithë këtë lëvizje. Po tha, dëgjoj, nuk kisha shtëpi në Shqipëri tha. Po i tha i polisi, po ti nuk po jeton në Shqipëri dhe s'ke ndërmend të jetosh në Shqipëri. Po kisha babun tha, e kupton? Po mirë tha, po këtë tjetrën pse e bëre? Të tjetrën e bëra tha se dojshë me thon drejtën, tha dojshë mi ble makinë babës, e kupton? Po këtë tjetrën tha pse e bëre? Këtë tha e bëra tha se dojshë mi rregullu dhëmbët nënës, se kur qeshte nëna tha nuk i kishte dhëmbët e bardhë dhe të bukur tha. E kupton sa gjëra i kanë bëu këtyre njerëzve dhe nuk i mban dot, e kupton, shqiptarët duan ta kenë, nuk presin, nuk duan ta marrin, ta kenë dhe 50 vjet i është lënë, domethënë është mbajti mbyllur dhe nuk i është dhënë asnjë lloj mundësie për të shprehë. Po ka 30 vjet që po shprehet, apo a ka 30 vjet që po shprehet?
Po varet sa e kemi momentin e shprehjes si dashur, e kupton. Mund të jetë i gjatë, e kupton. Mund duhet që ai sa kemi akumuluar, mund të jetë ai sa kemi akumuluar aq duhet për ta marrë, e kupton. Pra ju jeni optimist për dekadën e ardhshme, për sa i përket shqiptarisë në përgjithësi, jo vetëm Shqipërisë politike. Unë besoj që ky është shekulli shqiptarëve. Shekulli shqiptarëve, por ka hemorragji të fuqishme, e cila vjen me kosto. Një nga akuzat më të mëdha që në bërë shqiptarëve ka qenë që nuk kanë aftësi shtetëformuese. Dhe unë po i referohem Dr. Hoffman, i cili thotë ky popull ka aftësi perandori formuese, thotë, jo shtetëformuese. Unë besoj që nëse do të referohemi legjendave, mund të përmendim edhe batutën që bëri Nalt Madhnia Zog, i cili tha jam mreti 800.000 metërve. Ka pas drejt. Por kjo është pak besoj e tepërt për t'i bërë losh vetes. Suggestionim, i cili i dashur të de veten, dhe ndoshta këto janë simptoma jo të mira, besoj, për ta ul një popull me këmbë tokë dhe të shtrohet punës. Ne folëm për ndërtimin e qytetit normal demokratik çfarë. Dhe ky ishte shqetësimi joni për urbanizimit. Për ndërtuar një qytet normal me një kulturë normale, me njerëz që kulturalisht sillen normal. Edhe ky podcast ju është një përpjekje e këtij lloji. Një përpjekje modeste qytetare për të sensibilizuar. Shumë përpjekje modeste qytetare bëjnë të mundur që të ndërtohet atë që quhet institucionet mediatike, institucionet demokratike etj. Mos bëjmë shtjellim të çështjes. Pra, problemi është këtu që ne po flasim që nuk jemi në gjendje normale. Se ishim në gjendje normale të diskutonim për problematika të tjera. Po vënia në shina e shqiptarëve në kuptimin e, domethënë, nuk mund gjeshtja asnjë, mund ta gjesh vetëm tek popujt e varfër, dhe kjo është psikoza e popujve që kanë jetuar në shtypje dhe në varfëri. Tendencën e madhështisë, për të marrë gjithë makinat mira, për të bërë gjithë shtëpiat më dhaja. Tendencë ose delir? Tendencë ose delir. Po ti shohësh për shembull një afrikan sot, e kupton që vjen sot nga i vend afrikan apo që vjen sot nga i vend aziatik. Ka të njëjtën sjellje që kanë pas emigrantët shqiptarë në vitet 91-92 me familjarë të tyre. E kupton, ne sot kemi fatin që në Shqipëri kemi disa nga këta që po punojnë. Kanë të njëjtat sjellje, të njëjtat simptoma. Është simptoma e liria, fitimi. Është proces evolimi që ndodh çdo vend. Fitimi i lirisë ka kushte, e kupton. Po edhe evolimi. A e shikoni si rrezik? Rrezik për çfarë? A e shikoni si rrezik shpërbërjen ose prishjen e demografisë së Shqipërisë me këto prurjet dhe flukset masive të popujve të Azisë? Elita botërore ka, domethënë, edhe një pjesë e elitës shqiptare ka kohë që punon kundër interesave shqiptare, ata po përpiqen ta shkatërrojnë edhe ta demolojnë kulturën dhe popullin shqiptar, po nuk besoj se arrin. Po deri tani ja kanë dalë. Pra po dalim në atë që jo domosdoshmërisht mund të jemi tepër optimist për dekadën e ardhshme, sepse në momentin kur shthuret përbërja sociale, demografike, shpërbëhet më saktë, atëherë kjo sjell një zinxhir pasojash. O Endri, po ti e ke kudo emigrimin? Sepse po flasim për kanë 1000 vjet ata që luftojnë kundër gadishullit ilirik. Se kanë arritur dot. Deri sot jo, nuk e di, s'besoj. Unë jam optimist. Ka 1000 vjet ato që në marrëveshjen e Danimarkës. 1000 e kusur vjet. Problemi është që... Po pse pikërisht me se kanë vetëm nuk e kanë vetëm ne. Në këtë rast ne kemi qenë viktima e disa politikave, nuk është se ka qenë vetëm ne. Okej, po me këtë tjetër. Ne patëm, po tash ata që drejtojnë kanë me të gjithë plagos.
Dakor, po flas Ne nuk e dim, po për sa i përket po, Ballkanit. po, këto janë hamesi. Unë mendoj që ne do ta arrijmë të arrijmë identitetin tonë dhe nuk është hera e parë që jemi Tentohet kjo. Jo, po ne sot nuk po diskutohet mbi atë asnjëherë. Nuk Jo, kemi ka- qenë asi. Jo, duke u prisur demografia dhe duke patur një ndryshim drastik në një periudhë tepër të shkurtër kohe, atëherë prishin gjithë balancat shoqërore dhe politike dhe ato të vendimarrjes dhe vektorët e pushtetit lëvizin diku tjetër. I dashur, Jashtë influencës së vendimarrjes popullit shqiptar. shqiptarët nuk po duan me net me shqiptarët, imagjino të tjerët duan me net me shqiptarët. Të kupton të tjerë. Jo, do krijohen enklavat, jo, mund krijohen enklavat, se nuk është puna. Endri, këto janë hamensi, por nuk e mendoj sepse kjo ka ndodhur në çdo lloj vendi. Dhe këto janë më tepër dogma që i kanë përdorur ato që nuk kanë qef lëvizjen e njerëzve. Ajo është zgjedhje, është politik. Ne nuk mund të influencojmë me atë, po mendoj që jam Jo, dakord, se shqiptari do të ndikoj në risi ose në të mira ose dhe në të keqe, por uroj që domethënë si çdo vend, si Italia, Anglia, të ruajë identitetin e vet dhe Shqipëria për atë që është. Jam shumë dakord, po ju referova mora shkas nga ajo që Iliri tha se po tentohet ka mira vjet që tentohet kjo. Po, ato janë presupozime se ne nuk kemi një konfirmim të saktë për asaj, po flitet dhe thuhet edhe për çfarë ndodh për rreth Kadishullit, ngjarjet e këto të çojnë atë mendim, por është një formë supozimi, po them, por më tepër unë kisha qejf ta kap Lirin një çik nga ana e energjetikës, se ti ke qenë edhe drejtor më duket me sa di unë. Po pse mungojnë dritat në Shqipëri, më Liri? Kur do na vinë dritat në Shqipëri? Ilir. Ka qenë një shprehje, i thoshte, korrupsioni ka ardhur nga halli, po vazhdon nga halli dhe do hikë kur të hiki halli. Domethënë halli si kurrë, kështu që edhe korrupsioni nuk ikën kurrë, e kupton? Ne sot kemi një nevojë nga 7 deri 9.5 tera kilovat energji. Shqipëria prodhon me ato që i ka ngelur, se pjesën tjetër ka privatizuar. Me kaskadën e Drinit, domethënë shteti shqiptar prodhon herë 6.5, herë 9.5, pra plotëson nevojat e vendit me energji elektrike. Ka pas një projekt të qeverive të mëparshme, nuk di se çfarë do bëjnë, pa vazhdojnë ose jo, përshtimin e prodhimit të energjisë elektrike, ne kapacitete prodhuese. Ne kemi kapacitete me prodhu 5 fishin deri në 10 fishin e nevojave tona nga energjia solare. Sot aktualisht 40% e prodhimit brendshëm bruto të energjisë elektrike vjen nga prodhues privat, nuk vjen nga prodhues shtetëror. Por fatkeqësia e madhe është tu që ne kemi pas një problem shumë të madh që për gjatë pothuajse gjithë këtyre viteve në drejtim të energjisë ne kemi pas vazhdimisht personazhe që nuk kanë qenë profesionistë. Dhe kjo ka të bëjë me atë ndryshimin nga fjetore në qytet, që tha Endri. Nga fjetore në qytet, domethënë. Po me kandit, jo me dritë. Institucione, domethënë, sot po të futesh me një çekim thjesht në internet, ti e kupton që gjithë institucionet ku duhet jenë patjetër inxhinjera, ose ata që kanë marrë fushën e inxhinjeringut, keshi osheja ose të-ja, por edhe në ministritë respektive, ti gjen shumë pak ekspert energjisë apo të inxhinjeringut, e kupton? Kjo është problemi i madh, sepse ata nuk mendojnë se si të mbajnë sistemin, po mendojnë për gjëra tjera shumë interesante për ato tema për cilën folëm me Endrin. Benefitet personale. Edhe po e ha nepotizmi nga brenda. Po nepotizmi dhe klientelizmi këtu është shkaqjet stre, kupton? Dhe unë kam përshtypjen që ne do ta vuajmë ca gjatë këtë histori, kupton? Kjo bën vështirë edhe për ne emigrantët kthehemi atje. Gjithsesi, desha të bëj edhe një pyetje shumë specifike që gjithmonë e kam pas ndërmend edhe kur nuk i kam dhënë përgjigje. Si ka mundësi që jo vetëm në Shqipëri, por edhe gjithë botën nuk kipen panele solare falas?
që prodhojnë energji falas, nuk prishet ambientin, se gjithë flasin nuk s'do prishim me ambientin, do ruajmë ambientin, do t'jam. Si ka mundësi që nuk japin, domethënë, subvencione ose pa pagesë ose me një pagesë shumë të vogël? Në Itali, për shembull, kanë fillu subvencionimet për eficiencën e energjisë dhe për panelet fotovoltaike. Po në Shqipëri? Atëherë, në vitin 2001 ka fillu programi i Bashkimit Evropian dhe çdo vit kishte nga 22 deri në 250 miliard sipas vitit euro investim free për energjinë solare, për investim për energjinë e gjelbër. Shqipëria fatkeqësisht në këto projekte nuk fitoi kurrë se nuk arriti dot me bëj një program ose një projekt për Bashkimin Evropian. Ne këtu paguajmë në Angli. Se unë jam interesuar për ta vendosur në shtëpi edhe këtu paguhet goxha shtrejt. Shqipëria po bën një tentativë, unë kam folë gjatë për to nëpër media. Shqipëria po bën një tentativë që të bëjë subvencionime për shtëpiat. Unë logjikisht jam kundër sepse ne duhet financonim me free, duhet financonim bizneset. Sepse nëse ne i furnizojmë bizneset furnizojnë veten, ne përfitojmë 55%, sepse 55% e energjisë në Shqipëri e konsumojnë bizneset, 45% e konsumojnë privatët, domethënë konsumi familjar. Nëse ne do zgjidhnim problemin e privatëve, ne do kishim zgjidhur problemin e energjisë. Edhe shteti mund të kontrollonte me paketa sociale, duke pas kaq energji të lirë për të shitur, mund përdorte këto paketa sociale për të ndihmuar shtresat nevojë. Dhe do ktheheshim nga fjetin në fjetore, nga fjetore në pallat dhe pastaj mund të bëheshim. Kjo është problemi. Janë të lidhura çështjet ekonomike. Janë të lidhura shumë pra. Po a lanë akoma shqiptarët me kanaçe? Sepse mungon dhe ujë. Shqipëria është plot me ujë mordjal. Si ka mundësi që s'ka Shqipëri, domethënë s'ke ujë? Ujë ka thënë kryeministri, po s'ka profesionista sjellin, e ke parasysh. Dhe vet piktori e kupton nuk është profesionist në fushën e vet, e kupton. Është i adoptuar, kështu që gjithë situata është e adoptuar, e kupton. Për ta thënë me humor kështu, ne patëm një ekonomist i cili rinte gjithkohë stap, kishim një doktor zemre që e ktheu vendin në një spital të madh dhe na erdhi një piktor që na ka bëj tablo që ne s'po e kuptojmë, është surrealiste, mund të jetë shumë e zhvilluar pas. Është Picasso, nuk e kupton, është shumë e ndërlikuar. E kuptojmë dot, e kupton. Dhe shpresojmë që jemi ne të gabuar, e kupton. Megjithëse ujë nuk keni. Ujë kemi ne, pse kemi me orar, e kupton. Do vazhdojmë edhe disa shekuj me ujë me orar, domethënë. Uji derdhet në det, por ne ujë s'kemi, e kupton. Se sa herë pim në emigrantë na thonë mbyllni, mos harxhoni ujin, ku Nuk është puna se është ujë me orar, është puna se edhe kur vjen me orar nuk e pi dot. Pra e pagon 2 herë. A është tjetër gjë? Pastaj është. Jo, shiko, Tirana për shembull, në Tiranë niset një lum i madh me ujë, po përfundon vetëm 30% e kapasiteteve furnizuese që nisen për Tiranë. Për shembull, marrim Tiranën, kupton? Sepse ne mund të jemi vetmi vend botë që përdorim ujin e pishëm për nevoja të tjera. Është e paimagjinueshme. Domethënë, edhe sistemin inxhinierik të ujësjellsave dhe këtyre, këta i kanë lënë masdore. E çfarë kemi bëti, Rezi? Çfarë ka ndodhur? Ka ardhur një qeveri dhe ka pushuar nga puna e ekspertët që kanë qenë, ka vendosur disa militantë. Ka ardhur qeveria tjetër ka bërë një njëjtën gjë. Hajde dhe hiq ekspert, në fund fare kanë ngel sa njerëz që nuk dinë as ku janë tubat më, kupton? Ky është problemi. Pa kjo i bën, besoj që kjo është femra e Akilit, e cila i bën njerëzit të largohen. Pikërisht, se s'ke gjërat minimale. Jo, është mungesa e sistemit. Sistemi dhe institucionet të forta. Nëse ekzistojnë institucionet, nuk e largon dot. Ky është problemi më i madh, domethënë, drejtimi, paaftësia, meritokracia dhe mosndërtimi i institucioneve, pashmangshmërisht prish sistemin, pashmangshmërisht largon njerëzit. Pra, besoj ju në fillim bisedës ishit tepër pozitiv dhe optimist,
Jam kundra largimit, jam. por gjatë bisedës po konkludojmë hera herës që nuk është aq blu situata, po është tepër gri. Dhe njerëzit detyrimisht largohen sepse nuk do jetojnë sa shqiponja, jeta është e shkurtër dhe do t'i dalin vetes për Zot. Nëse kush ka drejt t'i japi të zgjedhë se si do të ndërtoj jetën e vet. Jeta është zgjedhje. Unë kam preferu ta bëj zgjedhjen time këtu. Dhe mendoj që një pikë lëviz, një pikë, 2 pika, 2 pika. Të tjerët kanë menduar që të shkojnë jashtë, sigurojnë fëmijët, sigurojnë vetë në tyre, të jetojnë jetën e tyre. Po sigurisht mos harro një gjë. Kjo e ndihmon çështën shqiptare, nuk e dobëson. Po beson në thellë në shpirt. Dakor, ka edhe të mira. Thellë në shpirt çdo emigrant do të kthehet në Shqipëri. Po siç tham kushtet jo për Do kalojmë ndoshta, ne do kemi shkuar në atë botë, ne do jemi kthyer te krijuesi dhe ata që do vinë, siç shohim brezat e emigrantëve që kanë nga 100 vjet që janë në Amerikë apo në vende të tjera, ne do shohim që ata e kërkojnë Shqipërinë dhe e kanë ndihmuar Shqipërinë. Mos harroni lobimin e madh që bën shqiptarët e Amerikës gjatë kohës së Kosovës. Nuk mund ta harrojmë, e kupton. Kështu që ajo vetëm sa sjell mirësi. Problemi është që ne vazhdojmë të kemi këto probleme për shkak të trashëgimisë kulturore që kemi pas. Kjo është e pashmangshme. Është situatë pesimiste nëse do ta shohësh me këtë këndvështrim, por unë mendoj që unë kam menduar që duke ne këtu dhe duke shtyr fort dhe duke u përpjek me ndryshu për të mirë, qoftë një gjë të vogël, sepse në fund fare edhe veni, edhe shteti, edhe komuniteti, edhe institucioni, edhe qyteti demokratik, është ne jemi pjesë e një të tërës, nëse gjithse kush nga ne bën diçka të mirë, dhe shtohet të mirë. A mendoni që vazhdojmë bëjmë avokatin e djallit? A mendoni që ju jeni në pozita më të favorshme sociale, duke qenë se ndoshta edhe rrethi shoqëror dhe kontaktet personale dhe rrethanat e jetës, trashëgimia familjare ju ka bërë të keni një status caktuar në shoqëri dhe proklamoni idenë të ndonjërit, ndërkohë që dikujt tjetër të cilët i mbyllen dyert dhe ka mungesë kontaktesh apo rrethi caktuar social, nuk i hapen dyert as shkollaj dhe detyrimisht ngel pas zgjidhje. Pra, mendoni që po jepni një gjykim ndoshta pak të paanshëm. Pra, më fal, e bëj edhe një herë pyetjen. A mendoni që po jepni një gjykim të anshëm duke marrë parasysh rrethanat personale dhe jo duke u distancuar nga vetja? Nëse do të bëja thjesht, do e ngrija sistemin e referimit. Sepse ne i apelojmë masës. Po. Nëse do ngrija sistemin e thjesht mbi orientimin personal, kjo do ishte unë kam qenë emigrant, e kam provuar emigracionin. E kam provuar të qenurit i huaj në vendin tënd dhe i huaj në vendin e huaj. Se brezi i parë emigrantëve kështu është, je i huaj në vendin tënd, je i huaj dhe në vendin që ke vajtur, sepse atje do të fillosh të ndërtosh një jetë. Kur kthehesh në Shqipëri, shikon që ndryshimet kanë ndodhur, janë ndryshuar gjërat dhe ti ndjen veten tuaj edhe këtu, apo kam gabim? E ndjen këtë ndjenjë. Po, shumë saktë. Pra ti je i huaj në vendin tënd, je i huaj edhe në vendin që ke shkuar. Por unë e thash që është zgjedhje. Unë nuk u nisa nga referenca, kam pas dhe unë momente shumë vështira në Shqipëri. Kam menduar dhe unë shpesh të largohem, kupton. Por largimi nga Shqipëria nuk ka qenë gjithmonë i njerëzve, nuk ka qenë gjithmonë për arsye ekonomike. Bravo, dole aty ku doja ti. Largimi nga Shqipëria i njerëzve, unë mendoj që janë larguar vetëm për shkak të sistemit. Shqiptarët kthehen nëse këtu kthehet sistemi demokratik institucional, nëse këtu ka një shtet të vërtet. Drejtësi sociale. A mendon se drejtësia sociale është ajo, përveç asaj ligjore? Unë kam miq që janë biznesmen, do të tregoj një biznesmen, nuk po e përmend emrin,
shkoj ta takoj dhe ishte gati duke qarë, kupton. Është një biznesmen që në Shqipëri shumë i fuqishëm, është tek elita e biznesit shqiptar ose ke elita e të pasurve shqiptar. Ilir tha jam keq, më tha mua. Po pse e keq, thash. Tha po mikën çupa, tha. Po ku po vete çupa? Po vete tha në Gjermani. Po thash pa mirë lëre, zgjedhja vet, jeta vet, thash. Ere, është kam mbaruar shkollën. Po vajzës time tha si mungon gjë. Kështu mendon ti, thash. Që vajzës tënde si mungon gjë. Se ti mendon që ke para, thash, ke pasurinë, e kupton? Dhe sepse ti për këtë ke luftuar, thash, ndërsa ajo në sistemin e referimit nuk ka luftuar për këtë. Pra, varet se çfarë njeriu kërkon jetë. Varet çfarë sistemi vlerash i referohemi për marrin vendime. Eksakt. Dhe unë mendoj që për shkak të hemorragjisë së madhe që kemi pas ne, ose të gjakut dhe shpirtit shqiptar i cili ka hikë në Kanada, në Amerikë, në Angli apo në vende të tjera, mos harro që na kanë hikë elita, pjesa më e madhe e elitës kombit, kanë hikë gjithë inxhinierët i mori Kanada edhe Amerika. Sidomos inxhinierët kimik. Po inxhinierët elektrikë, ti ke provoj, a diti që sot drejtori i Manhattanit dhe pjesës më të madhe të New Yorkut, drejtori elektrik është një shqiptar që ka mbaruar, ka qenë klasë me mua? Po pra, po jemi pak kontradiktor këtu. Pse jemi? Sepse njerëzit nuk hikin vetëm për arsye të thjeshta ekonomike. Pra në rregull. Nuk hikin thjesht për xhepin, po themi, më kupton. Pavarësisht se ne bëm humor shpar. Jo, jam shumë dakord me ju. Jemi pak kontradiktor për sa i përket asaj që thatë se të emigruarit është shumë gjë e mirë sepse pasuron kombin e tjerë, ndërkohë që ka kosto tepër të lartë, sepse ai zotria që u bë inxhinier e mori Kanada ose Manhattan i qyl. Gati. Apo doktorin. Pra koston e morëm, ose doktori. Koston e morëm ne si shoqëri. Jo, e mori Shqipëria. Ne Shqipëria si shoqëri, kombi, vendi me resurset e veta, edukoje, trajnoje, rriti, ju kujdes për të në një dimension të gjerë dhe e mori Kanadaja apo Amerika gati. Pra, po rezulton që ka të kosto tepër të lartë. Pra, jemi në kontradikt. Më kupton çfarë duhet të them? Po pra, sepse jemi të lirë në miell dhe të shtret në krunde. Atë nuk e di. Po. Dhe kjo është ta bësh si lopa që ta mbjellësh, ta mbushësh qumshin plotë dhe t'i fusësh shkelmin. Domethënë ne kemi pas sistemin shumë të mirë të arsimimit, në mënyrës arsimimit në Shqipëri. Po ne prishëm sistemin, domethënë sistemin gjithçka shkon ke safety, domethënë shkon ke siguria. Njerëzit prirën drejt sigurisë. Dhe kjo është ajo që i mungon Shqipërisë. Dhe ne nuk mund të themi sot që do të arrijë Shqipëria me një buton ose brenda 30 vjetëve. Kuptoni çka kanë ndodhur apo jo? Kështu që këto ikjet besoj që kanë më shumë dëm se sa përfitime. Endri, përfundimisht unë jam i bindur që mos kthimi i pronës tek shqiptarët, domethënë ligji 7501 ka sjell dëmet që nuk krahasohet me asnjë lloj dëmi tjetër që ti mund ta krahasosh. Domethënë ligji 7501 në qoftë se ka pas ligj kriminal dhe ajo dorë që e ka firmos dhe që ka rënë dakord, ato duar që kanë rënë, kanë qenë antishqiptarët më të mëdhenj dhe më kriminal. Do të kujtoj vetëm kjo ndërthur edhe me teorinë e Çekut Bardh. Do të them vetëm një histori me Lez Valesën, i cili mori një dryt madh dhe 90-ën i vuri dryrin parlamentit dhe tha kjo është ndërtesë private, do t'i kthehet pronarit. Ne do shkojmë ndërtojmë një parlament tjetër. A mendoni që kjo do sillte pasoja afatgjata të përmbytjes së strukturës sociale, sepse do rikthente në kontrolle të burimeve dhe resurseve belerët e vjetër? Nuk e mendoj fare. Nuk ka pas, nuk rezulton asnjë shqiptar që të ketë mos ketë pas tokë. Janë prallë komunistësh. Asnjë shqiptar nuk e qenë pa. Asnjë shqiptar nuk e qenë pa pronë. Ti ke pas shtëpi, gjithë të parët e tu i kanë pas shtëpi dhe tokë.
Të parët e Po. mi kanë pas. Unë zgjedh asnjëri që të parët ati nuk kanë pas tokë. Si i bëhet kjo punë? Kjo është i mashtrim i madh, e kupton. Shiko, Ta- mund të ketë pas tokë, por duke marrë parasysh që 80% ka qenë popullat rurale, Po. ata mund të ketë pas një çiflik të vogël që për të mbajtur familjen, po kjo nuk të fut, nuk të barazon me pjesën tjetër të shoqërisë dhe po, aty 10%. Po sot nuk e ke marrë asot që flikun e vogël që ke pas. Ti nuk e gëzon do të pronën dhe trashëgiminë e familjes. Do të thotë ti s'ke identitet kulturor, ne flasim për kulturë, për çfarë kulture flasim, ndërkohë që ti nuk di se ku ke pronat e gjyshit, do i dashur. E kupton çfarë maskaresh janë këta, çfarë kriminalësh janë këta. Tokat e gjyshit, tokat e gjyshit si ke marrë. Për çfarë kulture flasim ne? Kur ti nuk di, ti e di që je nga filan vend dhe ku shkon nga i veni atje nuk e di se ku ke copën e tokës. 1 metër tjetër jo atje. Ajo që po mundohem të them është se i bie që ata që kontrollojnë pushtetin dhe vendimarrjen do adhuronin pushtetin me dorën e tyre asaj shtresës sociale, cilët para po them 60 vjetësh apo 80 vjetësh zotronin çifligjet më të pasura dhe më të mëdha. Pra me pak fjalë do dhuronin pushtetin me dorën e tyre. Si mund ndodhe kjo? S'kishte se si. Po s'ka ndodhur në asnjë vend botës që njerëzit mos marrin pronën e tyre i dashur. E si mund të flasësh për shtet normal nëse Unë po njerëzit e di ti po e vendos veten në perspektivën e personit që kishte pushtet për të marrë ato vendime. Kjo i bjen, po ju më ka ndodhur gjithë lindjen atë kanë ndodhur sekuestër të mëdha të shtetit, por janë kthy pronat. Ktu nuk u kthyn pronat, ai është fillimi dhe fundi i shkatërimit të Shqipërisë. Dhe deri ditën që nuk do sistemohet ajo çështje, sot ne nuk e dim se kujt është prona. Domethënë ti shkon të bësh një ndërtim dhe do takosh një ndërtues, do të takoj 30 grupe interesi. Atë që e ka marrë me 7501, atë që e ka pas para, domethënë e kupton ti këtu është një lëmsh paraporte. Ndërkohë që vetëm 5 deri në 6% e Shqipërisë është furnizuar për ndërtime. Pjesa tjetër është e lirë. Në qoftë se do ti bëhet pasur gjithë shqiptarët, ke gjithë Bregdetin e papërdorur. Shiko, ju shikoni ndërtimin në Bregdet Shqipëri. Vetëm 5% e Bregdetit shqiptar është e përdorur, 95% është e papërdorur fare. Është e lirë e gjitha, e kupton? Domethënë këtu nuk ka politika, por këtu ka, domethënë, gjëja që e shkatërron këtë gjë është se këta vazhdojnë të mbajnë 7501 dhe sa kohë jetë 7501 nuk ka zhvillim. Do kemi do zhvillim do po pra, jam shumë dakord me ju. Nuk do e mbajnë me zor ata. Nuk do e mbajnë me zor. Por ata po e pengojnë me të gjitha format. Kjo është grepi kryesor mbi cilin ata kanë ndërtuar gjithë sistemin e pengmarrjes. Jam shumë dakord me ju. Puna është se me këtë që nëse kjo që thoni ju, që unë mendoj që është e drejtë, ndodh realizohet, atëherë i bie që ta japin pushtetin me dorën e vet. Ta dorëzojnë pushtetin me dorën e vet. Sepse ai që ka pushtetin financiar dhe ekonomik dhe asetet, ai ka influencë edhe në sferën politike dhe sociale të vendit. Dhe si rrjedhim do prishen balancat e oborreve të cilët kontrollojnë skatjerën politike.